7 persona u raportuan mëngjesin e sotëm se janë ndaluar në kufirin Serbi-Kroaci, përfshirë 2 shoferë të kompanisë, Maxari Tours dhe 5 pasagjerë. Nga kompania kanë konfirmuar se janë të vërteta raportimet, po e vërtet janë ndaluar shoferët dhe disa pasagjerë në Kroaci, të hyrë në Kroaci, kanë deklaruar nga kompania. Tutje u tha se rasti ka ndodhur të shtunën në mbrëmje. Rasti ka ndodhur dje në mbrëmje, disa prej pasagjerëve kanë pas ndalesë dhe kanë kaluar 3 mujorshin e shëndrimit në BE, kanë thënë tutje nga kompania Maxari Tours për Telegrafin. Nga kompania kanë theksuar se të njëjtit kanë mundësi që të lirohen sot ose nesër, po besoj sot eventualisht nesër vetëm se i lirohen i kthejnë mbrapa në Serbi edhe vazhdojnë mbrapa për Kosovë, ka shtuar tutje. Sipas raportimeve, autobusi i kompanisë Maxari Tours u bllokua për më shumë se 9 ora në kufi, ndërsa policia kroate arrestoi 2 shoferë dhe 5 pasagjerë. Nesmini Begjit Pacolli ka reaguar fuqishëm pas një valje akuzash dhe shpifjesh që sipas tij janë organizuar kundër emrit dhe investimeve të tij. Ai thekson se nuk ka dhënë asnjë intervistë dhe nuk ka iniciuar procese gjyqësore që mund të jenë shkak për këto përfolje. Pacolli siguron se të gjitha investimet e tij, përfshirë ndërtimin e aeroportit në Vlorë, janë financuar 100% me fonde personale dhe të dokumentuara pas një kontribut publik. Ai deklaron se do të mbrojë pronën dhe dinjitetin e tij, duke e përballur me sulmet me faktet dhe të vërtetat. Në vijim reagimi i tij plot, çfarë është ky komplot i koordinuar në Shqipëri kundër emrit tim? Pikërisht tani që ndërtimi të aeroportit po i vjen fundi, çfarë janë këto ofendime, kush po e orkestron këtë fushat shpifjesh dhe pse? Unë përveç se po përpiqem të mbroj pronën time, nuk kam dhënë asnjë intervistë dhe nuk kam iniciuar asnjë proces gjyqësor që të shërbejë si shkak për përfolje. Duket qartë se dikush tjetër po merret me këto procese, ndërkohë që unë deri më sot nuk jam ftuar nga askush për të dhënë as dëshminë, as sqarimet e mia. Nuk jam më gati për lëshime për atë që është e imja, por nuk do të pranoj kurrë asgjë që nuk më takon. Kam dhënë kontributin tim të ndershëm me qindra miliona euro investime që vijnë 100% nga asetet e mia personale të dokumentuara dhe të garantuara me fondet dhe kolateralet e mia private, asnjë shindark publike. Çdo gjë ka ardhur nga puna, besimi dhe sakrifica ime. Faktet, dokumentet dhe Zoti janë dëshmitar të qëllimeve të mia të mira. Dua të lënë në Vlorë një trashëgimi, duke e ditur mirë që ky investim me vështirësi do të rikthehet, por një gjë është e sigurt, nuk mund të duroj më këtë padrejtësi ku përbaltet emri, dinjiteti dhe investimi im. Këto sulme të organizuara do t'i përballoj me të vërtetën dhe me faktet në dorë.